Zgjedhjet e 11 majit të këtij viti do të zënë një event të veçantë në historinë e zgjedhjeve të përgjithshme të Shqipërisë. Kjo për arsye se është hera e parë që diaspora shqiptare do të ketë të njëjtin zë si shqiptarët brenda vendit për të vendosur se kush do ta drejtojë Shqipërinë në 4 vite të ardhshme. Çështja nëse duhet të votojë diaspora apo jo, ka qenë prej vitesh në tryezat e diskutimit. Megjithatë, vetëm këtë vit ata do të kenë për herë të parë të drejtën e votës, një lloj si bashkëdhetarët e tyre në Shqipëri. Por si nisi procesi i votimit për diasporën shqiptare? Komisioni Qendror i Zgjedhjeve KQZ i bëri thirrje të gjithë emigrantëve që të regjistroheshin në platformën elektronike të regjistrimit PER nga data 11 janar deri në datën 4 mars, me qëllim që të futeshin në listën e zgjedhësve nga jashtë dhe të regjistroheshin nga lista e zgjedhësve brenda vendit. Pas disa kërkesave dhe debateve midis partive politike dhe KQZ-s, afati i regjistrimit do të shtyhej deri në 9 mars për të gjithë ata emigrant që kishin hapur një llogari në platformën elektronike të regjistrimit PER dhe kërkesa për të votuar ishte refuzuar nga sistemi për mungesë dokumentacioni apo për arsye të tjera. Sipas të dhënave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, gjithsej 245.935 emigrant u regjistruan për të votuar në zgjedhjet e 11 majit. Shpërndarja e fletëve të votimit nisi më 24 prill, fillimisht për votuesit të qarkut të Dibrës dhe Beratit, që jetojnë jashtë vendit, dhe më pas për votuesit e qarqeve të tjera, ndërsa në 17 prill do të mbërrinin në Shqipëri 735 zarfet e para, pasi ishte kur që votuesi duhet ta dorëzojë brenda 3 ditëve nga marrja e tij, me qëllim që të mbërrijë në Shqipëri. Të gjitha zarfet janë shpërndarë përmes postës së paguar nga KQZ dhe përfshinte zarfin e postës për kthimin, një udhëzim, si dhe një zarf B që përmbante brenda një zarf A me fletën e votimit. Shumica e zarfeve me votën e diasporës kanë mbërritur në Shqipëri, ndërkohë çdo zarf që do të mbërrijë në territorin e vendit pas orës 19 do të konsiderohet i pavlefshëm. Zarfet janë sjellë në Pallatin e Sportit Feti Borova, pranë Parkut Olimpik, ku do të bëhet edhe numërimi i votave. Pavarësisht se votimi për diasporën ka nisur që përpara datës 11 maj, numërimi i votave të tyre do të bëhet bashkë me votat e dhëna brenda Shqipërisë pas orës 19 në 11 maj. Por sa zgjedhës janë miratuar sipas qarqeve dhe shteteve. Duke qenë se shumica e shqiptarëve janë emigrant në Itali dhe Greqi, edhe shumica e atyre që janë regjistruar për të votuar në zgjedhjet e 11 majit rezultojnë nga Italia dhe Greqia. Konkretisht, rreth 37.1% ose mbi 91.000 votues të regjistruar janë nga Italia, 27.8% ose mbi 68.000 regjistrime janë shënuar në Greqi, 10.4% ose mbi 25.000 në Gjermani, 8.4% ose mbi 28.000 nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 7% ose mbi 17.000 nga Mbretëria e Bashkuar dhe të tjera. Ajo që bie në sy nga të dhënat e disponuara prej Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është se nuk mungojnë as ata emigrantë që janë regjistruar nga vende shumë të largëta. Kështu për shembull, një shqiptar që jeton në Madagaskar rezulton të jetë regjistruar për të votuar në këto zgjedhje. Gjithashtu një shqiptar nga Afganistani, Venezuela, Barbados, Koreja e Jugut, 3 nga Guadalupe, Panamaja, Kili dhe vende të tjera. Nga ana tjetër, për sa i përket qarqeve në Shqipëri ku kanë qenë të regjistruar emigrantët, rezulton që emigrantët nga Tirana janë më të shumtë në numër për të votuar, ndërsa qarqe më të vogla si ai i Kukusit rezultojnë me më pak emigrantë që kanë shfaqur interes për të qenë pjesë e këtyre zgjedhjeve. Konkretisht rreth 21.3% ose mbi 52.000 zgjedhësve të miratuar të diasporës janë nga Tirana, 13.2% ose mbi 32.000 janë nga Fieri, ndërkohë Elbasani dhe Durrësi kanë 10.2% ose mbi 25.000. Tibra, Gjirokastra dhe Kukosi kanë numrin më të vogël të diasporës që do të marrë pjesë në zgjedhje, me përkatësisht 1.6.000, 8.4.000 dhe 3.9.000. Sipas për llogaritjeve të realizuara më herët nga televizioni Skan, diaspora me të drejtë vote është rreth 1.5 milion. Nga regjistrimet mund të themi që nga 1.5 milion emigrant me të drejtë vote, pjesëmarrja e diasporës arrin në 18%, pak a shumë një lloj si në vendet e tjera ku është konsoliduar vota e diasporës.
Sa ndikim do të ketë vota diasporës në përcaktimin e pragut të votave që do duhet për të nxjerrë një mandat deputeti? Në Dipër, Korçë të Kukës, është më e vështirë për të nxjerrë një mandat deputeti. Pragu për këto qarqe shkon nga 14.200 deri në 14.700 vota, ndërsa qarqet më të lehta janë Shkodra, Lezhë dhe Vlora. Përsa i përket qarkut Tiranë pa diasporën, numri minimal i votave që do të duhen për të nxjerrë një mandat deputeti është 12.596. Me diasporën vështirësohet gara pasi rritet pragu i votave që do i duhen partive politike për të marrë një mandat deputeti. Në Tiranë tashmë do të duhen 14.013 vota për të fituar një mandat nga 12.596 që ishte pa diasporën.